kanë filluar luftimet aty të tashura në mes neve. Fatmiri, sa më kuptohet, i ka pas të dorëzuar një grup të ushtarë, grup të vogël të. Tash po flas unë sa është bukur një kohë gjatë. Atë ditë kemi qenë një grup në krye me Antonin, të ushtarëve të njësisë. Dhe disa veshgues tonë kishin marrë informacion që ka lëvizje të ushtrisë në një pozicion. Tash ishim në drejtim të Kosovës dhe konsiderohet që në krahun e gjatë tonë poshtë ka disa lëvizje të kishin vrejt dikun 2 ushtarë dhe nisim një grup bashkë me Antonin që me shku me u ballafaqu me atë. Fatmira ditë ka qenë jashtë vetvetes, ka qenë atë ditë tash është ndoshta me hiperbolizu, po duke sigur po fluturon ai njeri. Shumë dinamik, shumë energjik. Edhe fillojmë ne me shkojmë aty dhe tash shkojmë në hapësirët ku konsiderohet që ka forca, duke mos e di që ka numër më të madh se sa që kishin vrejt. Veshgues sa kishin vrejt. Ka inqizime, prej kohës kur jemi nis deri te momenti kur fillojnë luftimet, ka inqizime dhe YouTube, mundeni me i gjetë. Aty fillojnë luftimet, bim befasi një grupi pak më të madh të forcave serbe, që do të na fillojnë luftimet mes palëve, edhe unë kisha një detyrë nga Antoni që kisha edhe snajper, që një pjesë të ta veshgoja sepse nuk ishte terreni pa përshtatshëm, nuk vrehej, nuk di sigurt a mos ka forca serbe të mshefura në lidhje do të që mund na befasoj në zonë e pozicion, sepse ai terren ishte që pjesa e gjatë dhe ne ballafaqoheshim direkt me forcat serbe dhe pjesa e gjatë konsiderohej si e pambrojtur. Fatmiri kanë filluar luftimet aty të tashura në mes neve. Fatmiri, sa më kuptohet, i ka pas të dorëzuar një grup të ushtarë, grup të vogël të ushtarëve, kanë qenë 3 apo 4 dhe ka qenë ideja që të nxihen rob. Do të më nxon rob, pastaj më u marrë kur mirën rob, policia ushtarake qëllimin e ka pas me i trajtu, me i marrë informacione lidhe me forcat, pozicionet, organizimin, logjistikën e kështu me radhë. Fatmiri godit nga një snajperist, kur është godit, ende e kam atë fotografi kur është godit në kohë. Nuk ke po momentin që... e kam në 70 metra kam qenë mbrapa. Dhe Fatmiri para se të plagoset mi merr mu 2-3 bombe të dorës. Po them qëllimisht këtë për me tregu një histori, pastaj një mrekulli kur e shohim Fatmirin pas luftës që është gjallë. Kur goditet Fatmiri, pastaj Antoni jep urdhën që të me zjarë të mbuluar dhe të nxirret. Ne kemi llogarit që është i vdekur, sepse goditja në kokë me snajper. Është shumë gjose lëndë. Po. Gjasat me shpëtu kanë qenë pa mundshme, sepse është një mrekulli e Zotit. Mrekulli e Zotit. Është mbulu me zjarë, pastaj 2-3 ushtarë tanë tash saktë si di, është një Imer Hoti, Ramada Krasniqi, ka qenë Demir Murseli, me emra nëse Antoni afër aty, dhe e kanë tërheq deri dikun, pastaj edhe unë kam marrë pjesë me e bartë, me e qu deri te ma lart i jepet ndihma e parë. Ndihma e parë